Një ish efektiv policie dyshohet të jetë autori i vrasjes së 44 vjeçarit Pajtim Sheu në fshatin Shkallë të Sarandës. Policia e Sarandës ka arrestuar Ajet Rexhepin, banues në këtë fshat, i cili ka pasur konflikte me viktimën, por edhe me pronarin e lokalit ku ndodhi vrasja. Sipas grupit hetimor, Rexhepi, që u arrestua pas ditën e së hënës, dyshohet se ka qelluar për vdekje babain e 3 fëmijëve me një plumb në fytyrë. 49 vjeçari u vunë në akuzë pas përgjimeve të kryera, por edhe bazuar në dëshmit kontradiktore të dhëna prej tij. Por prova më e fortë që komprometon Rexhepin është fakti se atij janë gjetur gjurmë baruti në duar. Ende nuk dihet nëse ish polici i cili mori pjesë edhe në ceremoninë e varrimit të Pajtim Sheut e ka vrarë aksidentalisht apo me dashje viktimën. Arqile Poçi, në momentin që ka parë se në lokalin e tij ka mbërritur një person i armatosur, ka lajmëruar menjëherë dy miqtë e tij, Pajtim Sheun dhe Ajet Zenelin, që të dy, për fatin e keq të tyre, me banim shumë afër vendit në të cilin ndodhet lokali. Poçi ka thënë policisë se kishte patur frikë nga ndonjë reagim i dhunshëm nga ana e grabitësve, pasi ai nuk e kishte kuptuar se sa persona kishin mbërritur në lokalin e tij. Ky ka qenë edhe shkaku, sipas tij, që ka thirrur për ndihmë dy shokët dhe klientët e tij, të cilët jo vetëm që janë çuar për të shkuar në ndihmë, por madje kanë shkuar edhe të armatosur. Zeneli dhe Sheu mendohet se janë përballur në errësirë, dhe errësira nuk ka lejuar që të shihet personi me të cilin ka marrë shënjesër Zeneli. Policia ende nuk e ka arrestuar dhe madje as identifikuar grabitësin, ndonse vijohet të dyshohet se është banor i zonës së Shkallës ose fshatrave aty afër. 44 vjeçari Pajtim Sheu u qellua për vdekje me armë zjarri, teksa i shkonte në ndihmë fqinjit të cilit po i grabitej lokali nga persona të panjohur. Këshilli Bashkiak i Sarandës ka miratuar parkimet me pagesë. Janë 7 rrugët kryesore të qytetit të Sarandës në të cilat do të aplikohet parkimi me pagesë. Pronarët e makinave të cilët do t'i duhet të parkojnë mjetet e tyre në këto rrugë duhet t'i nënshtrohen tarifës prej 50 lekë ora. Parkimet do t'jenë me pagesë nga ora 8 deri në orën 16. Rrugët në të cilat do të vendoset parkimi me pagesë janë rruga e Flamurit, fundi i stacionit të taksive dhe kryqëzimi me rrugën Skënderbeu. Rruga Skënderbeu, kryqëzimi me rrugën Onezmi dhe kryqëzimi me rrugën Telat Noga. Rruga Jonianët, kryqëzimi me rrugën Adem Sheme dhe Shkallaret Limani. Rruga Abedin Dino, kryqëzimi Idris Ali Dhima Bashki. Rruga Mitat Hoxha, stacioni taksive mbi portin detar Disco Afrika. Rruga Idris Ali Dhima, rreth rrotullimi i spitalit deri te shkolla 9 tetori. Rruga Katërishujt në Ksamil dhe rruga para portës së Parkut të Butrintit. Kjo nismë e Bashkisë Sarandë pati debat për vendosjen e pagesës për parkimet publike. Në përfundim u miratua skema e paraqitur nga ekzekutivi i këshilluar edhe nga grupe e interesi i parashtruar në Komisionin Përkatës të Këshillit Bashkiak për rrugët kryesore të qytetit Sarandës, ku do të aplikohet parkimi me pagesë apo me pajtim vjetor dhe mënyra e vjeljes së kësaj të ardhure për arkën e Bashkisë Sarandë. Situata aktuale në klubin e futbollit ÇA Butrindi u bë shkak i debateve të shumta midis këshilltarëve të djathtë dhe të majt në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak të Sarandës. Këshilltarëve u ishte vënë në dispozicion një material informues. Për më tepër se një orë, diskutimi u ndal në materialin e paraqitur nga administratori i klubit të futbollit Butrindi SHA, Eleron Gjoni. Realisht shumë i detajuar. Qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana teknike. Qoftë nga ana këshillit, duhet të bëjmë analizë teknike, që të kontrollojmë këtu sa minuta ka luajtur një lojtar. Sepse merr kaq një lojtar, duhet të dhrasim dhe çytje disa specialistë. Këta vlerësojmë. Ju atë kërkoni. Ju e keni të detajuar. Sa lekë çuan. Këshilltarët kryesisht të opozitës si Qesko Çakalli, Ariz Mema, përparim Ahmeti e të tjerë, por edhe këshilltari i PDI-u Mehmet Nelaj ishin debatues të rrept, duke i quajtur informacionin e paraqitur të paplot dhe që sipas tyre fsheh realitetin abuziv pa treguar nëse fondet e destinuara realisht kanë shkuar në destinacionin e duhur. Kemi qëllim absolutisht as për vëndjerit para hepurave, as para detarëve hepurta, po kemi si qëllim për të administruar ato finansa që me shumë vështirësi vini, i dërguari aty në ardhë bashkisë, për të bërë populli sa më shumë çeve forcë dhe rrugë, edhe jo për të bërë larët edhe banot, lekë si që mundë mendoj njëri apo kemi se të bërë gati sot me qora. Dhe kjo është detira jo. Ta vërtetojmë ka të drejtë qytetarët e Mbërëzërit, apo ka të drejtë administratorit me pjesën që drejton ÇA. Nuk duam të bjerë në qafë, nuk duam të akuzojmë askënd, nuk duam të komplitojmë, nuk kemi asnjë gjë personale me askënd.
Por është detyrë jona, kemi marrë përsipër të drejtojmë të këshill dhe të përfaqësojmë qytetarët tanë. Ata që na kanë vetbesuar. Ju ai zotnia është e emëruar, nuk është e vetbesuar. Kur të vetbesohet, atëherë të bëjë të njëjtë gjë si bëjmë ne, ose të bëjë si ta mendoj ai. Po nuk mundet na flasë tani se na ka sjellë një raport të drejtë. Dhe aq më tepër që ne dje në komision ja kërkuam këto gjëra. I kërkuam këto marrëveshje që ka bërë me futbollistat, edhe me trajnerët. Duam të di ku ka shkuar këto lekë. Edhe kjo është arsyeja pse kemi kërkuar këtë analizë. Analizë është kjo, më thuash mua që ishte planifikuar kaq të u realizua kaq. Sa topa futbolli, sa uniforma janë marrë, kush ka dhuruar, kush nuk ka dhuruar. Ka dhe sponsorizime në ekip. Fadellat janë sponsorizuar. Pse ekipi futbolli ka luajtur me fadellat botë? Pse ekipi futbolli ka luajtur me jelek? E nuk ka pasur uniforma. Ku shkuan uniformat të kishin vjet? Pse për vit do të bëjmë topa? Pse për vit do të bëjmë bazë didatike? Të sjellin këtu propozime, të ndërtojmë institucione. Ku vjen to lekë? Si të sari me që firmë me të sari? Urdoni dokumenta. Doni dokumenta? Urdo që kërëja. Që nga 2014 që ka dorëzuar Visenisi, nuk ka më administrator. Që në 2014 që ka qënë në Këshillin mbi Qenët, Gjorgj Vasili, ka qenë Eleron Gjori dhe Margarit Çakalli, i ka mbaruar mandati në 25 tetit 2014. Që funksionon? Që bëjnë këto lekë atje? Kush mirët me këto? Thuam juve. Ato lekë që kemi qua ne atë, nuk kemi qua dhe njerëzit, nuk ka mbaruar mandatin. Këto fillon kjo, nuk mire me këpucët. Pastaj këta kanë gjetur shesh për shesh, kemi rol vetën administrator, një drejtor që të broj ligjet, ki, e shkoni këtë, edhe thot, unë jam thot. Ki në vëjtë të zotë kretarë bashkisë, që thot, urdhë me kretare, duhet të zjedin këtë. Po kështu është kultura, po kështu është ushqelsi. Të tëra e pa administrator, u ka rënë të gjithë mandatin. Ne verim, një muaj jenari, atë një të tyrë këta, neve. Edhe ikim ne, hedhën para, vetëm hedhën para. Unë dash bëjnë juve, dash bëjnë unë, do nëmëroj prokurorin të vi këtu ku ka vajtur lekët. Po unë thëmë Këshillit të ngrim një komision ato të fort, të shikojmë si janë zbatuar. Nuk mirem me këpucët, po si janë administruar këto lekë. Ne po të gjojmë nga qytetarët shumë pretendime. Vjen njëri, ju do hani atje, e merë tjetëri, ju do hani atje, e merë tjetëri, hotelin atje. Një me 7.000 lekë, tjetëri 5.000 lekë. Ore, qa bëjtë këtu? Ore, 230 milion lekë. Ku që kemi dorëzuar, ore? E s'kanë robat të vishe. Morën nga bërën që paseri për gazeta. Saranda pa veshur. Po tur, more tur. Po tur, more jam shumë indinjuar. Edhe qytetarët janë shumë të indinjuar. Urdo, ekstrakt historik i registrimit tregtar për të dhëna subjektit shoqëri aksionare Sport Klub Butriti. Urdhën, me vull, me gjitha vajta në tërë, pagoha 1.000 lekë, ja për ta. Kjo ishtë ligjore, le të stot ki. Ki e mërë vetën ki. O jam në 2016, që janë të fenomenë. Në vjetë kejtë. E di unë këto vete. Kja logariti. Ti eshtë ligjore, se ke jetë lektor i ligjet. Zëvendës kryetari i Bashkisë Jorgo Mitro, administratori Eleron Gjoni, si dhe këshilltarët Feroz Basho, Armand Dysi, Rustem Duka, Violeta Tao, Dimitraj Shlapa e Shkëlqim Nikolla, argumentuan se Këshillit Bashkiak ju afrua informacion për atë çka ju kërkuan në një mbledhje më parë, dhe se nuk është i nevojshëm një informacion i detajuar për çdo shpenzim, pasi për këtë është dokumentacioni përkatës. Administrata punojnë në mënyrë shumë serioze edhe janë siç i kërkuat juve në mbledhjen e kryesisë. Lidhur me problemin që shtron Qesko, për cilin nuk jam absolutisht dakord, unë nëse do të isha në mbledhjen e komisionit, do t'i thosha se nuk do isha dakord që të vinte këtu te Këshilli, të ishte pjesë e analizës këtu, listë prezenca e lojtarëve, emrat e lojtarëve, aktivizimi i lojtarëve ose formularët që mbajnë atje. Të ishte këtu pjesë e analizës së Këshillit. Do thosha që jo, nuk mund të jetë ajo. Nëse ju doni që të mirë ato materialet dhe ato të ishin mbledhje për formularët e kështu, unë e gjykoj se nuk duhet ta pretendoni ata.
që ajo të jetë pjesë e analizës, listat e emrat e lojtarëve, sa është aktivizuar, sa ore, lojtar për lojtar. Kemi ngritur komisionet, që secili nga ne ka pas dëshirë si të jetë në një komision të rëndësishëm për të dukur ose për të punuar, për të zgjidhur problemet e këshillit, e bashkisë apo gjithë komunitetit. Them, e kërkova me forcë dhe e kërkoj prapë. Ne nuk jemi në gjendje si qytetar të gjykojmë se çfarë është bërë në këtë komision. Secili ngrihet dhe flet për personalitetin e vet, për gjykimin e vet dhe nuk thot që komisioni u mlodh dhe qytoi materiali, konkludoi, kërkoi këto materiale dhe nuk ju afruan dhe komisioni ka mendim që ky material mos kalojë sot në këshill pasi nuk është gjykuar normalisht. Nuk e thot njëri këtë, po thot pse se ke pru këtë, pse e ke pru atë. Dhe unë them këtë, këshilli dhe këtij materiali që ka pavarësisht se informacioni dhe u ka vlerë të mia që të kemi plot. Kurse në marrëdhënie me financët, para këtij këshilli dhe gjykimit tonë do të jetë i tillë që shpenzimet dhe mbi këtë shpenzime, mbi këtë informacion, mbi këtë evidencë, mund gjykoj këshilli që është këtu. Dhe nuk mund të vijmë një borderojë ne tani se çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë. Këtë konsumim, që me drejtë do të ka qesko, mund ta kishte bërë komisioni për katës, 1 orë, 2 orë, 3 ditë, sa të gjykonte që e mori informacionin e nevojshëm që na informojnë ne si qytetar që është bërë ky operacion dhe ky aktivitet dhe janë bërë këto shpenzime në këtë shoqëri fshatë. Për financën, krijet komisioni dhe Po na tha do të sjellë por unë e shikoj në anën tjetër të problemit dhe konkretisht. Ka qendritur ne na tha do e sjellë dhe ka. Nuk është, për mendimin tim, nuk është analizë e plot i materialit që ka ardhur. Dhe as dhe informacioni i plot nuk është. Dhe unë mendoj që kryetari i bashkisë apo në kryetari dhe tëra nuk do të pranojnë një informacion, një analizë, nuk quhet analizë kjo. Konkretisht. Analiza quhet kur merret se si ka punuar shoqëria. Tu s'trajtohet fare. Si është mbledhur shoqëria? Si ka trajtuar problemin shoqëria? Diku nuk kalohet. Tjetër, asnjë objektiv nuk është përcaktuar. Si është në fillim të kampionatit përcaktohen objektivat. S'na pasionua asnjë në analizë. Cilat objektiva janë? Ku do të arrijmë? Ky klubi sa përcaktuar? Është kërkuar analizë për shoqërinë aksionere. Dhe unë nuk jam dakord që nëse ka financier Finace me këto relacione dhe me këto letra që ti dhe dorë që kjo është një analizë dhe shkëqyrë me fjarë që mund të qërë që u po dhe të është një përlut që ka arqivit për të afetuar në maksimum, sepse problemi më i pari sa shoqëria është problemi ligjor. Ati duhet fillote. Shoqëria pika një është se nuk funksionon nga ana ligjore. Ka probleme ligjore, si shoqëri. E dyta, që se kështëtarë, me të trejta të plota ligjore, kërkojnë informacione të detajuara, që nuk kemi kërkuar informacione detajuara, kemi kërkuar informacione të trasha. Pa u futur në unsira, që thonë, jo kemi hotelesh, jo pinat, jo makarona, s'kemi kërkuar nga to. Ne kemi kërkuar informacione të trasha. Të problemë që mund të vitë informacione, me përgjësi, i problemë. Kush kishte dëshirë të puste, lehtësira dhe të puste. Unë nuk shoh në asnjë pikë të informacionit që të thotë është të ndëruar fjetja e sportistave, është të ndëruar ushqimit, është të ndëruar të gjitha, që administrimi i financave të kësaj shoqërie është në kundërshtim me ligjin mbi administrimin e financave. Të plot. Të më thonë kur bëj tender publik për transportin. Probleme uniformave. I dirë të këto gjëra që ka ligje që nuk të lejojnë sot të bërë të gjitha në elektronik dhe të gjitha transparent me ligjë. Këshilltarët që mbroni mendimin e kundërt kërkuan ngritjen e një komisioni hetimor për mënyrën e shpenzimit të fondeve, por kjo u kundërshtua me argumentin se duhet pritur sa të përfundojë auditi i brendshëm që është duke u kryer. Propozimi për komisionin hetimor nuk fitoi edhe pasi u hodh në votim. Kjo ka bërë që këshilltarët e djathtë të bojkotojnë vazhdimin e mbledhjes dhe të largohen prej saj. Është provincialsi, në është me rësishëm kjo, nuk pasu da. Është provincialsi, me rësishëm. Dale më mirë i pyetjet. Dale.
Bashkia e Sarandës do të ngrejë një strukturë të re për parkimet me pagesë. Pëllumb Alimi, drejtori i shërbimeve pranë Bashkisë Sarandë, thekson se bashkia tashmë do të nisë një strukturë të re për parkimet me pagesë. Sipas tij, në 8 rrugët ku do të fillojë parkimi me pagesë do të ketë punonjës të bashkisë, të cilët do të punojnë për mbledhjen e tarifës prej 50 lekë për orë. Sipas Alimit, do të vendoset një punonjës për 50 deri në 60 vende parkimi, të cilat zënë një hapësirë prej 180 deri në 200 metrash. Dia unë miratua në Këshillin Bashkiak parkimet me pagesë në Bashkisë Sarandë. Si do funksionojë si strukturë? Si do procedohet? Parkimet me pagesë është vërtet që kaluan dia në Këshillin Bashkiak. Do miratua në shumicë votash. Ne si ekzekutiv në takon tash të fillojmë implementimin dhe fillojmë zbatimin e këtij procesi. Ne kemi menduar që kjo të menaxhohet nga bashkia, të mos punojmë me kompani të treta ose të dyta, por direkt të ngrejmë një strukturën tonë, sipas vendeve të parkimit, sipas rrugëve që kemi parashikuar ne, të kemi dhe njerëzit të cilët do të vjelin të ardhurat nga subjektet, nga personat që do të lënë makinën në këto anë të rrugëve tona. Ne kemi menduar që një person të mbulojë 50 deri në 60 vende parkimi, të cilat janë avërsisht një hapësirë 180 deri në 200 metra. Këtë kemi menduar me mendimin që edhe rrugët tona janë me kthes, ka vende që janë të padukshme dhe njeriu duhet të ketë në mbikëqyrje. Këtë përvojë kemi marrë nga Bashkia e Tiranës, e kemi marrë nga vendet fqinj nga Kosova, edhe nga vendet tjera ku kemi qenë. Ka shumë metoda për ta vjedhur lekun. Ne mendojmë të fillojmë me këtë metodë pa. Me një mbikëqyrje nga punonjësi që do ketë në patronazh, në detyrim këtë zonë parkimi. Do të ketë një bilet tip, ku do të jetë shënuar rruga që parkohet, ku do të jetë shënuar ora, muaj, data dhe gjitha me radhë, do të jepet qytetarit që do parkojë makinën, dhe mbasi kthehet qytetarit marrë makinën prapë, do ballafaqohet me orën kur e la dhe me orën kur e merr. Nga ana e punonjësit do t'i thuhet që ka që orë qëndruat, ky është çmimi i shënuar në bilet për lekë për orë, do të paguajmë para. A do ketë rrugë të tjera përveç 8 rrugëve që u miratuan dje? Tashi ne jemi të ndërgjegjshëm që ky problem do ketë probleme. Është një përvojë e re jona. Nuk kemi idenë që të godasim qytetarët, nuk kemi idenë që të mbushim, të jetë një burim i vetëm për të mbushur arkën e bashkisë, se nuk do ishte mirë kështu. Ne kemi qëllimin që të disiplinojmë, është një lloj shërbimi, se në këto rrugë po bëhen disa investime, dhe të mundohemi të rregullojmë pak trafikun, se duke qenë i përgjegjshëm njeriu që e lë makinën, nuk do ta lë makinën jashtë kohës që nuk i duhet, siç ndodh sot. Që kemi makina të mbyllura, edhe kur vjen përdoruesi i mjetit për ta marrë, harron se ku e ka lënë makinën, se ka 5-6 orë që e ka lënë, dhe vjen vërtet nuk ku e lashtë. Kështu njerëzit do ndërgjegjësohen, shuma që ju kërkojmë 500 lekë të vjetra për orë, është simbolike, është minimale. Më mbrapa do shikojmë mënyrën e vjedhjes. Ka sot në Evropë, kudo jashtë nesh, ka shumë metoda për t'i vjedhur. Shumë metoda për t'i vjedhur. A ka ndonjë projekt për parkime të nëndeshme? A ka investitor privat të cilët janë afruar pranë Bashkisë Sarandë? Normalisht deri tash në dielin time nuk ka ardhur njeri afruar. Situata e parkimeve në Sarandë është e rënduar ose tej masë e rënduar, thjesht nga mënyra e ndërtimit të këtyre kodinave që janë bërë buzë rrugëve. Se nëse këto do kishin qenë projektim për logjikën time, të planifikuara parkime të nëndeshme, do ishte situata diçka më e butë. Nuk do që ka qeses. Kushdo që të vite afrohet, përsa e përket drejtorisë shërbimeve, po në dijenin time dhe për mendimin e udhëheqjes bashkës kryetar në kryetar, janë të hapur për këto gjëra dhe janë të mundshme të realizohen. Kushdo që ka mundësi. Edhe njëherë, drejtuesit e bashkisë dhe këshilltarët e majt treguan arogancën dhe forcën e kartonit për të fshehur realitetin që ndodh në këto institucione. Masakrën me paratë të tasapaguesve të kësaj bashkie, paligjshmërinë e aktivitetit të këtij institucioni. Në mbledhjen e datës 16/2, ne, këshilltarët e djathtë,
duke i referuar situatës në SHA Butrindi, shqetësimeve të qytetarëve e sportdashëve, kërkuam analizën vjetore të kësaj shoqërie, e cila duhet theksuar se financohet nga i vetmi aksioner Bashkia. Është për të ardhur keq, për mungesën e dëshirës, profesionalizmit, mungesën e transparencës, e cila është një detyrim ligjor për çdo institucion shtetëror. Materiali i paraqitur jo vetëm nuk ishte i plot, po kishte mangësi shumë të theksuara, ndaj të cilit hije dyshimi për fshehjen e informacionit. Në mbledhjen e komisioneve, ne kërkuam informacion për këto dokumenta. Kontratat dhe borderot e pagesave të vitit 2015 të kësaj SHA-je, librin e procedural të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës për vitin 2015, me mendimin se këto dokumenta do të rrisin shkallën e transparencës të aktivitetit të kësaj shoqërie në mënyrë që gjykimi i këshilltarëve të ishte më pranë realitetit. Pavarësisht se në komision na u premtua se këto materiale do të paraqiteshin në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ndodhi e kundërta. Përveç se materiali nuk u paraqit në Këshill, administrata e Bashkisë dhe këshilltarët e majt në blok nuk lejuan të hidhej asnjë hap për bërjen transparente të aktivitetit të këtij institucioni, duke shkelur me forcën e kartonit çdo iniciativë të këshilltarëve të opozitës mbi këtë çështje. Në kërkesat tona për transparencën e funksionimit të këtij institucioni nuk ishte asnjë tendencë për politizimin e kësaj çështje, por një detyrim moral dhe ligjor ndaj qytetarëve. Në pamundësi të transparencës së plot të këtij aktiviteti të institucionit dhe kushtet e një teri informativ të kësaj administrate dhe të këshilltarëve të mazhorancës që u bë pjesë e kësaj loje, ne këshilltarët e djathtë u detyruan të largoheshim nga mbledhja. I bëjmë thirrje kryetares së Bashkisë të ushtrojë kompetencat që i jep ligji për të kthyer në konturet ligjore funksionimin e institucionit të Bashkisë dhe të bëjë transparent aktivitetin e tyre, duke mos u bërë pjesë e kësaj loje politike dhe antiligjore. Policia njofton se ka arrestuar Ajet Rexhepin, 48 vjeç, banues në fshatin Shkallë Sarandë, si të dyshuar për krimin. Specialistë e krimeve të rënda në Vlorë dhe Sarandë, pasi pune hetimore intensive, zbuluan mekanizmin e ngjarjeve. Sipas të gjitha dyshimeve, rezulton e provuar se vrasja ka ndodhur me armë zjarri nga pakujdesia. Në njoftim për mediat, policia sqaron se në datë 13/2/2016, rreth orës 00:20 minuta, një person i pa identifikuar ka hyrë në lokalin e shtetasit AP, në dalje të fshatit Shkallë. Ka vjedhur një sasi në vlerë monetare prej 5.000 lekësh dhe u largua pa lënë gjurmë. Bashortja e pronarit të lokalit dëgjoi zhurmën gjatë largimit të autorit të vjedhjes. Në këto kushte, shtetasi Arqile Poçi njoftoi disa bashkëshatarë dhe kërkoi ndihmë për të kapur autorin e vjedhjes. Thirrjes janë përgjigjur disa nga fqinjët. Rreth orës 01:05 u dëgjua një shtën me armë zjarri, pra rreth 35 minuta pas momentit të largimit të autorit të vjedhjes nga lokali. Nga të gjitha faktet dhe provat shkencore të grumbulluara nga grupi hetimor, rezulton se shtetasi Ajet Rexhepi, i lënë nga gjykata në masën e sigurisë Burg pa afat, dyshohet si autori i dyshuar i vrasjes së shtetatit Pajtim Shehu, 44 vjeç. Vrasja ka ndodhur nga pakujdesia në kushtet e errësirës dhe motit të keq. Policia bën me dije se vazhdon hetimet për dokumentimin e plotë të elementeve plotësues për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Gjatë një aksioni policor për kontrollet e mjeteve në disa akse rrugore të rrethit të Sarandës, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të 7 personave për veprën penale drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Nga policia e Sarandës është arrestuar Oltian Tushi, 26 vjeç, banues në fshatin Shallë Sarandë. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në vendin e quajtur kryqëzimi në fshatin Shkallë, duke drejtuar motomjetin tip Yingjiang pa targ dhe pa leje drejtimi. Është arrestuar Laer Trakipi, 26 vjeç, banues në fshatin Ninat Sarandë. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në Kolispol, duke drejtuar automjetin tip Benz me targ AA 556 CN pa leje drejtimi. Është arrestuar Trashgim Rako, 52 vjeç, banues në Konispol. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në Konispol, duke drejtuar motomjetin tip Honda Zip Star pa targ dhe pa leje drejtimi.
Është arrestuar Sopot Abdulaj, 31 vjeç, banues në fshatin Shalës. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë duke drejtuar motomjetin tip Lonzia pa targ dhe pa leje drejtimi. Është arrestuar Albert Zajqiri, 29 vjeç, banues në Konispol. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në fshatin Shkallë duke drejtuar motomjetin tip Honda Innova me targ HNE 509 pa leje drejtimi. Është arrestuar Erald Mema, 26 vjeç, banues në fshatin Syzes Berat. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në vendin e quajtur Ura e Lumit në fshatin Shkallë, duke drejtuar motomjetin tip Dajang pa targ dhe pa leje drejtimi. Gjithashtu është arrestuar dhe Aleksandra Gora, 33 vjeç, banues në fshatin Qiflik. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi u kap në flagrancë në fshatin Shkallë, duke drejtuar motomjetin tip Lifan Honda pa targ dhe pa leje drejtimi. Shkolla nëntëvjeçare në Nëntetori ka zhvilluar orë të hapura mësimore nga klasa e parë deri në klasën e 6. Këto orë mësimore zhvillohen në kuadër të kurrikulës së re për klasat e para deri te klasat e 6. Kjo javë është padhur nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me zyrat arsimore. Sipas kurrikulës së re zhvillohen 10 orë mësimore në javë. Sipas mësuesit të biokimisë në shkollën Nëntetori, Guri Tatari, sot u zhvillua një orë model me temë kujdesi për mjedisin, ku përfshihen 7 kompetenca si komunikim dhe shprehje, kompetencat e menduarit, të nxënit, kompetencat për jetën, si përmarrjen dhe mjedisin, kompetencat personale, qytetare dhe digjitale. Ora mësimore e hapur u zhvillua në formë loje për riciklimin e mbetjeve. Tek kujdesi për mjedisin, klasa është dalë në disa grupe. Dhe këto grupe funksionojnë mbi bazën e detyrave të marra më parë. Njëri grup është grupi i riciklimit metal. Grupi i dytë është grupi i riciklimit gomës, grupi i tretë është grupi i riciklimit letrës, grupi i katërt është grupi i riciklimit të plastikës dhe grupi i pestë grupi i riciklimit të xhamit. Mbi bazën e grupeve ka funksionuar ky kapitull që ka të bëjë me mjedisin. Gjithsesi, për të futur dhe për të bërë lidhje me mësimit të marrë më parë, me mësimin e sotëm, kalojmë tek pyetja e parë e fëmijëve. Fëmijë, mendoni disa mënyra të ndryshme me anë të cilave mund të kujdesemi për mjedisin. Po. Duke ricikluar. Po. Mënyra para mësues edhe pse jemi mbledhur në këtu riciklimi. Riciklimi, po. Duke mbjellë sa më shumë pemë. Duke mbjellë pemë, po. Reduktimi i mbetjeve, po. Duke hedhur mbeturinat kohë. Po. Drejtoresha e shkollës nëntëvjeçare në Nëntetori, Manusha Qemero, tha se java mësimore filloi në datën 15 shkurt dhe përfundon më datën 22 shkurt. Në shkollën tonë prej datës 15 shkurt dhe deri më datën 22 shkurt është planifikuar java e orëve të hapura. Kjo iniciuar nga sektori i cilësisë dhe kurrikulës pranë zyrës arsimore në bashkëpunim me drejtorit e shkollave nëntëvjeçare të organizojnë java orëve të hapura me pjesëmarrjen e mësuesve, prindërve dhe nxënësve për klasat e para dhe të gjashta. Pse pikërisht do thoni ju për klasat e para dhe të gjashta? Sepse për vitin shkollor 2015-2016, klasat e para dhe të gjashta punojnë me programet e reja të mësuarit në bazë kompetencash. Dhe këtë mendojmë shtrirje më të gjerë për të dhënë përvojën e tyre midis mësuesve dhe në bashkëpunim dhe me komunitetin. Në shkollën tonë gjatë kësaj jave janë zhvilluar orë të hapura në klasat e para në abetare me mësuese dhuri me Google, janë zhvilluar në lëndën në gjuhën shqipe në klasën e 6 me mësueset Ludmila Bajrama, Leonora Cene, me mësuese Nexhin matematik, në lëndën e edukimit fizik, dhe mandej do vazhdojmë dhe në javët në vazhdim. Nuk do të themi se e mbyllëm javën e orëve të hapura prej datës 15 e 22. Kjo do të vazhdojë në vazhdimsi, duke marrë dhe kualifikimin e brendshëm të mësuesve, ku mësuesit të shkëmbejnë përvojën, idet dhe mendimet me njëri tjetrin në funksionim të procesit të mësimdhënies, për një mësimdhënie sa më efektive. Qendra Kulturore e Fëmijëve Sarand ka zhvilluar një koncert për fëmijët autik. Koncerti u zhvillua në qendrën e Fondacionit Lidia. Ky koncert u mundsua fal bashkëpunimit midis Fondacionit Lidia dhe Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sarand. Është bërë një koncert të shkurtër për ju, por me shumë dashuri. Kemi munduar të sillim pak nga të gjitha kurset e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, që të mundohemi t'ju kënaqim sa më shumë. Dakor? Por do të themi që ju duam shumë. Koncerti ishte ideuar në formë spektakli, ku nxënësit e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sarand performuan pjesë instrumentale, aerobi, personazhe nga bota e prallave e të tjerë.
Rreth 9 familje rome jetojnë në kushte të vështira dhe larg vëmendjes së strukturave shtetërore. 9 familjet rome në qytetin e Sarandës jetojnë midis godinave të braktisura në lagje nr. 4. Këto godina të braktisura përdoreshin më parë si ish magazina të Sherebelit. Si pasojë e varfërisë dhe përjashtimit social nga tregu formal i punës, këto familje rome në Sarandë punojnë në sektorin informal, kryesisht në mbledhjen e akurishteve, shitjen e rrobave të përdorura, lypsarve dhe punëve të rastit. Banorët ankohen për kushtet e këqija ku jetojnë prej 15 vitesh. Po bëjmë nga 15 vjet. Si janë kushtet do? Ja, si që për shikoni, qarë bje jashtë, bje brënda, vujtjet, zdim ku të rrim, kur bje shi futet gjithë ujti brënda, lagemi gjithë të bashkisë. Na thënë që s'kemi shtiu bëjmë, s'kemi strehime, kemi vajtur bashkë me Ramizin, na kanë ndihmuar gjithmonë që shkojmë ndonjë venavje mrapa, nuk na ndihmon njeri. Më thënë që nuk kemi strehim, nuk kemi vend, nuk kemi toka, nuk kemi gjëra. Ju punoni vetë? Jo, kam 6 fëmijë, kam kush do ja bëj hizmetin atyre. Po buri ju punon? Punon kështu me ekur, apo sa do sjelldi. Keni kërkuar punë në këto institucione shtetërore? Te zyra e punës? Çfarë ju kanë thënë? Nuk ka. To kushtet kemi ne këtu, jetojmë ne. Këtu na smuajnë fëmijët, që na për spitale, na për gjora. Tu kemi vite që jetojmë. Prej sa? Po bon, na 15 vite që jetojmë këtu. Me këte kushte, edhe dojmë na nxjerr jashtë. Çfarë kushte jetoni këtu? Ja, këtu si po shevet, baraket e magazinave, kemi marrë magazina i kanë dhënë ato me qira 25.000 lek. E kemi bërë vetë kështu si po shevet, kemi kërku ndihmë, tashi për tashi thot bashkia, kemi shtu bëjmë. Do shofim thot, na dha shpres, jo pa shpres, po erdhi thot do një fond thot, se pashaporzimin e kemi këtu neve, po nuk kemi vite për shembull që kemi vite. Prej sa kohë jetoni këtu? 15 vjet. Kam kërku punë, më ka dhënë punë, punoj në bashki, në fshes, shef të kushtet të që të në nxjerrin këtes kemi ku shkojmë, rrim me shpresa, asot, anesër, asot, anesër. Fëmit në vuajnë, i shef të penxeret këtu. Qarë pikon jashtë, pikon mrena, neve kur bjen shi nuk dalim do të për jashta me fëmit, se lagen. E smur jam, e nevëshatik jam, këshu dal në pun, se na bon, nevoja s'kemi. He, kurin që e kishi me 300 ra me 50, nëse mushim barkun me buk. Unë me ty po flas, goja më thahet, dalim pun, pa buk, pa gjë. Unë që sa kam marrë këtu, kam 15 vjeti këtu në Sarandë. Edhe këtu s'mune. Jam shtru 5 jasherë, më shumë se 5 jasherë në spital, u bona me hazëm. Unë jam robi smur, unë kam nevoj për çdo gjë. Unë që jam e smur, nuk kam nevoj për historin, unë edhe gjithë tjerët, jo dhe qumë pa dhe tjerët. Vujtje që po vujmë ne këtu s'po vujnë asnjë. Qa bjen jashtë, futet mrena. Ne zguzojmë me dal jashtë. Vetë nga ujë, që mushet, plot mushet këtu, det bëhet. Jam koordinatori rrethit Sarandës, kryetari komitetit Rom, përfaqësoj Romët e Sarandës. Tu jetojnë 9 familje, problematikat vjen, kërkesat i kanë bërë, kam bizetuar me personelin e bashkisë, për gjitha problemet e komitetit Rom, për gjendjen, kanë ardhur përfaqësues nga bashkia, kanë parë gjendjen aktuale, na kanë premtuar, presim një fond për të sistemuar ose për të stërhuar o me qera, ose po dha mundësia e fondit që mund të marrë bashkia, t'ju bëjmë stërhim. Këto problematika nuk kanë vetëm komiteti që ndodhet këtu sot në këto kapanone, të njëjtin problem ka dhe komiteti i Çukës. Të njëjtën probleme kanë, të njëjtën gjendje janë, kanë vajtur dhe atje me përfaqësues bashkisë, shpresojmë që të rregullojmë këto si komunitet. Prej sa vitesh janë këto familje? Ta janë të ardhur në realitet, janë në pasaportizim të rregullt, janë me fëmijë të regjistruar, kanë bashkëpunuar me gjendje civile, me Ministrinë Sociale, me Fondin Ndërkombëtar, kemi bërë verifikimet
e gjithë fëmijëve që janë pa regjistruar. I kemi regjistruar së bashku me Gjenin Civile, na kanë ndihmuar dhe bashkia, Drejtoria e Përgjithshme e Tiranës e Gjenit Civile, figurojnë të gjithë të regjistruar. Çfarë probleme shkasin? Problematika është punësimi, stërhimi. Romët në Sarandë përpos kushteve të këqija ku banojnë, thonë se ballafaqohen me diskriminimin dhe paragjykime racore, e gjenden në rrethin e ngushtë të diskriminimit, varfërisë dhe përjashtimit. Këtë e pohon edhe banorja e komunitetit rom. Qojnë fëmijë shkojnë në shkolla, i tallin shoqet se s'kajnë ambiente të pastra, i shajnë njerëzit se nuk shkojnë bajnë ratyme dhe gjëra kështu të tjera, nuk e dim, jemi duke vujtur. Një tjetër banor i komunitetit rom ankohet për diskriminim. Fëmijët nuk që shkojnë në shkollë në kopsh nuk kanë kushte, shkojnë kalamajt në kopsh në shkollë, i tallin fëmija se nezim zjarë, se është ftohtë, është dimër, edhe majni që kësjera aty me i tallin, i thotë mësusja i klau, i këbëu, se manerë, kushtet ja, si që shikoni, qarë bjen jashtë putet brenda. Romët dhe egjiptianët bëjnë pjesë në grupin e dytë, të cilët në ndryshim me grupet e tjera etnike nuk kanë një atë dhe historik.